ka rrjedhje përgjimesh, flas për rastin e Erion Veliajt, ka përgjime si Kurth, si Prita, që po vendosen gjithandej për gjatë fushatës, dhe shumë pak fritet për programet. Cila është ajo aroma shia që ti ndjen, tani për tani? Dhe çfarë parashikon se do ndodhe me këtë gjë? Kjo është një fushat që sigurisht nuk bazohet mbi programe dhe alternativa. Edhe pse dy forcat kryesore politike kanë një program për të thënë që kemi një program, por diskursi politik i tyre publik nuk ndërtohet mbi programin dhe alternativën. Edhe kur shpalosin program thonë ma vodhe mua, ta vodhe aty, ndërkohë që diskursi... Në fakt, çfarë gjykon ti, ja vodhi vërtet Rama Berishës program? Unë nuk mund të them që ja vodhi, por ka mjaft tezat artikuluara ndër vite nga demokratët që Rama i ka gjykuar drejta ndoshta. Cilat janë 2-3 nga ato për shkak? Dhe i ka përqafuar. Po tezat që kanë të bëjnë me ndihmën e familjes ose ndihmën e shtresave në nevojë, premtime për pensionet, premtime për pritin e pagave, praktikisht që çdo qeveri ose çdo alternativë qeverisë do i premtonte në çdo rast. Asnjë s'vjen thotë do i ul pensionin. Gjithmonë ti je dakord që disa element programit ja pas kanë përla. Po Rama nuk mund të thotë që s'do rris pensionet, siç Berisha i thotë do i rris pensionet. Pra janë gjëra që natyrshëm. Kush e ka më shumë është kjo punë? Po sigurisht që ai që është në pushtet ka më shumë shansa të jetë më i besueshëm se mund t'i bëj këto. Sidomos kur vjen nga koha kur sapo ka bërë disa rritje. Unë po tisha në opozitë do thoja që unë do t'i bëj pensionet 800 euro, por siç ka thënë rrogën minimale 2000 euro, nami u bëv të shes 3 male, dhe këto lekë do të jap juve. Kur siç ka thënë kryeministri, kur nuk kenojnë gjë në dorë, kur nuk kenojnë gjë në dorë mund të premtosh gjithçka. Ndërkohë që sa i takon fushatës, ajo është e bazuar tërësisht në retorik banale, që kryesisht zhvillon rrjete sociale. Kujtojmë duelin jo përmbajtësor mes Ramës dhe Bashës, që deri diku ju atashua dhe Berisha, dhe në thelb të dyja partitë po bëjnë fushat me SPAK. Në drejtime të ndryshme, duke përdorur në rrogos me burimet mediatike për ato përgjime që synojnë në çdo rast të delegitimojnë. Si rrjedhin këto përgjime, po ne se do flasim sepse në fakt një helm i madh çakullon, do unë evitoj e shpan këtë gjë, por ky është sekreti pa sekret, se të tërë janë botuar, të tëra. Çka ka thënë Erioni Arbrit, çka ka thënë Arbri Erionit, si ka shark këtë, si ka folur për këtë, kush është redaktori, kush është këtë, bëjmë sikur... Në çdo rast, kur duhet përpyesim se kush i nxjerr, duhet mendojmë kujt i intereson të dalë. Bravo, po kush i nxori pra? Kështu që ai që ka pasur. Kush i nxori, SPAK-u më nxori? Në këtë rast SPAK-u,